Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tyrona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Rrëfime Jete për të ndarë një ngjarje që në të vërtetë më ka shqetësuar. Kjo letër që më ka mbritur është nga një vlla nga Anglia që adreson vllaut të tij. Arsyeja pse këto vëllezër po shkatrohen, më besoni që do t'ju shokoj edhe vet ju. Vëlla, po ta shkruaj këtë letër nga një dhomë e vogël në Angli. Në një qytet ku bie shi pothuajse çdo ditë. Njerëzit këtu ecin me kokën e ulur, secili me hallet e veta, por unë kam vite që eci me një barë më të rëndë se valixha, me të cilën ika nga Kosova. Kam një plagë që nuk po më mbyllet. Dhe ajo plagë je ti. Nuk e di nëse do ta dëgjosh ndonjëherë këtë letër deri në fund. Ndoshta do ta fikësh videon sa po të dëgjosh inicialet e emrit tim, BP. Ndoshta do të thuash çfarë fytyre ka ky të flas për familjen, kur po mundohet të më marrë gjithçka. Dhe ndoshta ke të drejtën të më uresh. Por para se të më gjykosh, dua të ta tregoj të vërtetën time. Jo atë që dëgjon familja, jo atë që thot fshati, po atë që më djeg mua çdo natë kur unë në të vërtetë mbes vetëm. Kur ishim fëmijë ti ishe gjithmonë pas meje. Mbaj mend kur babai na çonte në are dhe ti lodheshe shumë shpejt. Unë të mbaja veglat e punës, vetëm që ti të mos të dëbërtiste babai. Kur nëna na jepte nga një copë bukë me sheqer, unë ta jepja pjesën time sepse ti qaje më shumë se unë. Ne nuk ishim vetëm vëllezër, ishim shpirt i njëri tjetrit. Kur ika në Angli, ti më përcolle deri tek autobusi. Kishe lot në sy. Më the mos në haro. Edhe unë të premtova, gjithçka që bëj, do ta bëj edhe për familjen time. Vëlla, unë punova si kafshë këtu, kam larë pjata, kam fjetur në magazina, kam punuar në ndërtim në acar, kam ngrënë bukë të thatë vetëm që të dërgoja para në Kosovë. Babai më telefononte dhe më thoshte ti e shtylla e shtëpisë, dhe unë krenohesha me atë fjalë. Kur u ndërtua shtëpia, çdo tull kishte djersën time. Kur u blet toka, u dërgova kursimet e mia. Kur ti hape biznesin e vogël, unë të ndihmova pa të kërkuar asnjëherë borxh. Por gjithçka ndryshoi kur ti e solle atë vajzën në shtëpi. Nuk dua ta përmend emrin e saj, jo sepse urej, por sepse familja jon e ktheu atë emër në mallkimin më të madh. Nëna tha ajo vajzë nuk duhet të hynte në këtë derë. Babai goditi tavolinën me grusht dhe bërtiti, nëse martohesh me të, nuk je më
djali im. Dhe ti për herë të parë në jetën tënde nuk e ule kokën. Na the unë e dua. Ishte era e parë që të pash burr dhe jo djalë, jo vëlla të vogël, por të pash burr. Por familja jonë nuk e pranoi. Filluan fjalët, ajo është e varfër, nuk është për ne, na turpëroi, na prishi emrin. Edhe unë u bëra pjesë e atyre fjalëve. E sot më vjen turp nga vetja. Nga Anglia fillova të dëgjoja vetëm anën e familjes. Nëna qante në telefon. Babai më thoshte, vëllai yt na ka vdekur. Dhe unë u mbusha me inat ndaj teje. Mendoja se ti po e shkatroje familjen tonë për një grua të vetme. Pastaj erdhi ajo ditë që nuk do të harroj kurrë. Babai më telefonoi dhe më tha, duhet t'ja heqim pasurinë nga emri. Nuk meriton asnjë gjë. Në fillim heshta, por ai vazhdoi. Ti ke bërë ato pasuri. Ti ke punuar për to. Dhe ato fjalë të babait mua më helmuan zemrën. Fillova të besoj se çdo gjë ishte imja. Fillova të haroj se edhe ti kishe djersën tënde aty. Fillova të haroj netët kur punoje në Kosovë, ndërsa unë isha larg. Fillova të haroj se edhe ti sakrifikove rinin tënde për atë pasuri. Më dukej sikur po luftoja për drejtësi, por në të vërtet po luftoja kundër gjakut tim. Kur advokati më dërgoi dokumentet, duart më dridheshin. Emri yt ishte aty. Emri im po përpiqej ta fshinte emrin tënd. E firmosa. Po vëlla, e firmosa. Atë natë nuk fjeta. Gruaja më pyeti, je mirë? Dhe unë e gënjeva duke i thënë po. Por nuk isha mirë, sepse në mendje më dilje ti, i vogël duke vrapuar pas meje në probor. Më dilte nëna kur na mbulonte me një batanie sepse nuk kishim tjetër. Më dilte babai kur na thoshte, mos u ndani kurrë. E ne u ndam. Për çfarë? Për tokë, për mure, për para. Kam dëgjuar se sot jetoni mërzitur, kam dëgjuar se njerëzit të shmangen, kam dëgjuar se familja jonë nuk shkon në shtëpinë tënde sepse je martuar me vajzën që ata nuk e donin. Por askush nuk pyeti a je i lumtur. Më thanë se gruaja jote të qëndroi pranë kur të gjithë të kthyen shpinën. Më thanë se ajo punon me ty. Se nuk foli keq për ne dhe pse ne e poshtëruam. Se të tha mos e ure familjen. Dhe aty fillova që të thyem. Sepse ndoshta problemi nuk ishte ajo vajzë, ndoshta problemi ishim ne. Kemi jetuar gjithë jetën duke u friksuar nga çfarë thot familja, çfarë thot fshati, çfarë thon njerëzit. Por askush nuk pyeti zemrën tënde. Vëlla, a di çfarë më vrau më së shumti? Kur mora vesh se do të bëhesh e baba. Të gjithë heshtën në familje. Askush nuk u gëzua, por unë qava. Sepse kuptova se një ditë djali yt ose vajza jote do të pyes, babi, pse nuk flisni me xhaxhin? Çfarë do t'i thuash? Që u ndam për një vajzë? Që pasuria vleti më shumë se gjaku? Që krenaria vrau dashurinë mes vëllezërve? Kam vite që në Angli kam parë njerëz të vdesin vetëm. Kam parë burra me miliona që qajnë sepse fëmijët nuk u hapin telefonin. Kam parë pleq që mbajnë fotografi të vëllezërve me të cilët nuk folën kurrë. Dhe kam frikë se po bëhem njëri prej tyre. Nuk dua të plake me mallkimin tënd mbi supe.
Nuk dua që nëna të vdes pa na parë bashk. Nuk dua që babai të marrë krenari në varë. Nuk dua që fëmijët tanë të trashëgojnë urrejtjen tonë. Prandaj po ta them sot para gjithë botës. Më fal. Më fal që u bëra armiku yt. Më fal që lejova familjen të më verboj. Më fal që firmosa dokumente kundër teje. Më fal që nuk të telefonova kur kishe më shumë nevojë për mua. Më fal që nuk të pyeta kurrë, a je mirë vëlla? Sepse në fund të fundit, ajo vajzë nuk ma mori vëllan. Ne vete humbëm njëri tjetrin. Nëse një ditë më hap derën, nuk dua pasuri, nuk dua tokë dhe nuk dua asnjë gjë. Dua vetëm të ulemi si dikur, të pim një kafe, të flasim pa britma, të qajmë nëse duhet. Sepse unë ende të dua. Edhe pse krenaria ime më bëri të sillem sikur nuk të kam vëlla, zemra ime nuk resht kur së pasur i mall për ty. Dhe nëse kjo letër është gjëja e fundit që dëgjon nga unë, dua ta dish vetëm këtë. Në Angli fitova para, por humba njeriun më të shtrenjtë që kisha. Të humba ty vëlla.